Situata në rripin e Gazës mbet e tensionuar, megjithatë ushtria izraelite njoftoi rifillimin e armëpushimit pas një serie bastisjesh ajrore në qytetin e Rafahut. Forcat e mbrojtjes së Izraelit deklaruan se kishin vepruar në përgjigje të shkeljeve të Hamasit, pasi militantët palestinesë dyshohet të kishin qelluar me raketa antitank drejt trupave izraelite, duke shkaktuar vdekjen e 2 ushtarëve. Në reagimin e tij, kryeministri Benjamin Netanyahu akuzoi Hamasin për shkelje flagrante të marrëveshjes së armëpushimit dhe i urdhëroi forcat armatosura të veprojnë më forcë ndaj objektivave terroriste. Megjithatë, grupi islamik palestinez mohoi akuzat duke theksuar se nuk kishte asnjë përfshirje në përleshjet në Rafah dhe se incidenti ishte i izoluar. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump reagoi menjëherë pas zhvillimeve, duke konfirmuar armëpushimin do të mbetet në fuqi, por është ende në fuqi, u shpreh ai përpara gazetarëve duke theksuar se shkeljet e fundit nuk përfaqësojnë qëndrimin e Hamasit. Do të trajtohet siç duhet, do të trajtohet ashpër por drejt, shtoi presidenti amerikan. Në të njëjtën kohë, këshilltari dhe dhëndri i Trumpit, Jared Kushner, i cili ka qenë ndërmjetësit kryesor të marrëveshjes, deklaroi se Hamas po vepron në mirëbesim, ndërsa kërkon trupat e pajet të 16 pengjeve izraelite që mbeten në Gaza. Për të forcuar përpjekje diplomatike, Washington ka paralajmëruar një stër vizitash të nivelit të lartë në Izrael. I dërguari i posaçëm amerikan Steve Witkoff dhe Jared Kushner pritet të mbërrinë gjatë ditës, ndërsa zëvendës presidenti J.D. Vance do të vizitojë vendin të martën. Zyrtarët do të takohen me kryeministrin Netanyahu dhe përfaqësues të lartë të sigurisë për të diskutuar hapat e mëtejshëm në zbatimin e armëpushimit dhe stabilizimin e situatës humanitare në Gaza. Ndërkohë, autoritetet izraelite njoftuan se pikëkalimi në Rafah do të mbetet i mbyllur deri në njoftimin tjetër, ndërsa situata në terren vijon të mbetet delikate dhe nën monitorim të afërt ndërkombëtar.